Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anh, I cili thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "As-safaru qit'atun min al-'adhab." Udhëtimi është një lloj vuajtje. Yemna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmah. Për shkak se udhëtimi ndonjërin prej juve e lën pa ngran, pa pi edhe pa gjumë. Fa idha qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlih. E kur ndonjëri prej juve të kryen punën ose kur të përfundon arsyeja pse ka udhëtu, le të kthehet me nxitim te familja e tij. Kështu përfundon hadithi I saktë dhe autentik, për shkak se është nga koleksioni I Buhariut, Allahu mëshiroft. Ndërsa këtu e vrejmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë një përshkrim interesant lidhur me përjetimet që secili njeri I ka derisa e merr një rrugë për një punë që e bën. Udhëtimi është pjesë e jetës njerëzore, si I këtij është edhe pjesë e përditshmërisë së besimtarit, por në asnjë rrethan, edhe në asnjë kohë nuk ka qenë e mohueshme puna e vështirësive të cilat udhëtimi I sjell. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me përshkruar se udhëtimi megjithatë në të gjitha rrethanat, edhe për çfarëdo arsye që bëhet, I ka vështirësitë e veta me dallime. Disa udhëtime I kanë disa vështirësi më të mëdha, disa më të vogla, por megjithatë asnjë udhëtim pa vështirësi nuk bëhet. E ka bënë një formulim të këtill: "Es-safaru qit'atun min al-'adhab." Udhëtimi është pjesë e vujtjes. Vujtja sikur me kon diçka më e madhe, udhëtimi një copë e asaj vujtje, e që unë e përktheva, udhëtimi është një lloj vuajtje. Ky është përshkrim po mendoj cilin e përjeton secili njeri I cili merr udhë me shku dikon, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se e dimë ka pas atë aftësinë që me fjalë të pakta por të përzgjedhura edhe të rendituna mirë ka dhënë kuptime shumë të gjana. Pastaj për me e elaboru se çysh udhëtimi është vujtje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë: "Yemna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmah." Udhëtimi e pengon ndonjërin prej juve, pra atë që udhëton e pengon nga ngrania, nga pija dhe nga gjumi. Jo se njeriu gjatë udhëtimit nuk hanë, nuk pinë, nuk flen. Mirë po e ka mungesën e komoditetit. Do të thonë edhe kur ushqehemi, kur jemi në rrugë, nuk ushqehemi sikur në shtëpi. Edhe kur pijmë, nuk pijmë sikur në shtëpi. Edhe kur flajmë në rast nevoje, nëse udhëtimi është I gjatë, atëherë edhe ai gjumë është gjumë me komoditet të pjesshëm. Edhe krejt këto që njeriu detyrimisht I bën, sikur kur është në rrugë, sikur kur është në vend vetin, nuk I bën njëjtë. Udhëtimi I ka rrethanat e veta më të veçanta. Këtu padyshim që në këtë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyjnë edhe bojnë pjesë të gjitha llojet e udhëtimeve. E kam fjalën llojet e udhëtimeve sipas motiveve që kanë. Për arsye se ka udhëtime me motiv fetar, sikur se është haxhi për shembull, ose xhihadi, ose hijreti. Këto janë udhëtime që ndoshta matronat janë këto. Por ka edhe udhëtime tjera që është legjitime, është e lejume, që udhëtimi me pas edhe motiv dunjas. Për shembull udhëtim për tregti, ose udhëtim për vizitë, ose udhëtim për me e kry një punë, ose për shkollim, për kërkim diturisë. Në të kaluamën e dini që dietarët e brezave të hershëm të muslimanëve kanë bërë udhëtime të gjata për me kërku dituri, dhe ai kërkimi I tyre I diturisë ka qenë I veçantë për arsye se, për shembull, njëri kur ka shku njëri prej sahabeve deri në Egjipt për me ndigju një hadith,
drejt për drejt prej atij që e ka ndëgju prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka mujt çat hadith me ndëgju edhe në Medinë, aty ku o kanë. Mirë po ka udhëtu atje për shkak se me e dëgju drejt për drejt prej atij që e ka dëgju prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo me ndërmjetësim. Edhe si e ka ndëgju atë hadith, e ka marrë rrugën e kthimet me njëherë. E udhëtimet atë botë nuk janë qenë as pak të lehta, por edhe sot ani pse janë më të lehta dhe më komode se në kohën e kaluar për shkak të avancimit të mjeteve, po megjithatë secili udhëtim i ka vështirësitë e veta, por Islami e legjitimon edhe udhëtimin për çef. Që thojmë na për turizëm ose për me pa vende të ndryshme, edhe për ata lejohet me udhëtu, nuk ka kurfar probleme, edhe nuk ka kurfar kufizimi, realisht kufizohen vetëm ato udhëtime në të cilat eventualisht dikush mundet me synu me bona i vepër të keqe, e Islami ato i ndalon. Për shembull, kur e kemi parasysh punën e dispozitave të namazit edhe të agjërimit. E dini që një pjesë e këtyre dispozitave lidhet me udhëtimin. Themi njeri nëse është udhëtar, namazin e fal më shkurt se sa 4 rekat, pra e fal 2, ose nëse është udhëtar, mundet edhe mos me agjëru, me kusht që me i kompenzu ma vonë ato ditë që i kanë mbet pa agjëru gjatë udhëtimit. Por dietarët gjithmonë kur flasin për këto dispozita thojnë me kusht që udhëtimi mos me konë me synim të bëmjes edhe kryerjes së punëve të këqija. Që ka njerëz që synojnë me synim, që udhëtojnë me synim për me bo gjuna, me bo nëjë punë të ligë, me po Allah i na rujt nëjë punë të keqe, e kështu me radhë, atëherë në këtë rast disa e kanë kontestu, a i lejohet që ati persone, hipotetikisht, a i lejohet me i shfrytëzu benefitet edhe lehtësimet e udhëtarit. Kjo është temë tjetër, mirë po du me thonë se udhëtimi është pjesë e jetës njerëzore, e besimtari e ka të kufizume që mos me udhëtu për punë të këqija dhe për punë të liga. Ajo që në këtë hadith e qëtë në pah pjesën më interesante, kur është në pyetje udhëtimi, është pikërisht fjalia e fundit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, fe idha qadha ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Do thonë krejt ajo çka u tha, ke veç një përshkrim. Çka është udhëtimi? Po kjo fjalia e fundit është udhëzim. Thotë kur ndonjëri prej juve merr rrugë për diçka. Thotë në momentin që e ka përfundu atë për çka ka shku në rrugë, thotë le të niset shpejt me nxitim për me u kthy te familja e vet. Arsyeja e kësaj cila është? Arsyeja e kësaj në radhë të parë është pikërisht mungesa e çatij komoditetit që njeriu e ka kur është në udhëtim, kur është në një banxhillak. As e ki komoditetin e ushqimit, as të pijes, as të gjumit, as të asaj, me një farë mënyre je ja banxhin atë venin ku ke shku, e s'ki nevojë me qëndru ashtu, duke qenë se kur kthehesh në shpitale, je zotni. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikërisht për shkak të saj po thotë kur ndonjëri prej juve e përfundon misionin, për çka ka marrë rrugë, thotë le të niset më njëherë me u kthy te shtëpia e vet, e para. E dyta, le të kthehet te familja e vet, pra le të nxitojë në kthimin te familja e vet, për shkak se udhëtimi e shkakton edhe një gjë. Udhëtimi sidomos nëse është pak më i gjatë, jo në kuptimin veç distancës, po edhe të kohës. Shkakton edhe mallëngjimin e atij që udhëton për familjen e vet, edhe për evladët e vet. Kështu që thotë nëse e ke kry punën, pse rrin atje, ktheu te shtëpia, ktheu te familja. E përtej kësaj është edhe një mësim edhe udhëzim ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thotë le të kthehet te familja e vet, ashtu që me e vazhdu atë rolin, detyrën, obligimin e kujdestarisë edhe kujdesit të secilit për familjen edhe fëmijët e vet. Pra për një arsye tu ka dashur me marr rrugë, është një farë arsye. Për çat sa e kon rrugë ti e kon mangut për asaj detyrës edhe ati rolet bazik që e ki për me u kujdes për familjen tone, me u kujdes për evlat tu, me i eduku ata, me u kujdes besa dhe për mbjetesën e tyne, me i ushqy, me i vesh, me i math, e kështu me radhë, kështu që kjo është detyra bazë, që kjo është roli bazi se cilit, sidomos se cilit krye familjar, atëherë kur duhet patjetër me udhëtu, udhëton, ama në momentin që e ke kry punën për çka je nisë në rrugë,
kthehesh për me u kthy atij rolit edhe asaj detyrës bazike që e ki, që është për kujdesja për familje edhe për evlad, edhe qështu përfundon ajo që patëm me thamë për këtë hadith, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.